Kandidati i Partisë Demokratike për deputet në Tiranë, Kreshnik Çollaku, thotë se nuk ndan të njëjtin qëndrim me Sali Berishën për SPAK-un, i cili thotë se është mashë e Partisë Socialiste. Çollaku thekson se SPAK ka problemet e tij, por është i vendosur në luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Unë pranoj që SPAK mund të mos jetë perfekt. Besoj se ka pasur dhe do të ketë përpjekje për të kapur dhe përdorur atë institucion, por edhe sistemin e drejtësisë nga aktor politik. Por mendoj që në parim, edhe pse ka nevojë për një monitorim për funksionimin e plotë dhe të pavarur, unë mendoj që është interesi i opozitës dhe i demokratëve të mbështesin luftën kundër korrupsionit, gjë të cilën në masën më të madhe SPAK në bindjen më të madhe e justifikon. Unë kam një qëndrim ndryshe nga zoti Berisha ndaj SPAK-ut. Ai mendon se SPAK është i kapur nga Edi Rama. Unë nuk e mendoj këtë gjë. Rama mund të ketë tentuar apo do të tentoj, por deri tani nuk ja ka dalë, thotë Çollaku. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha shprehur se prokuroria e posaçme është e kontrolluar nga Edi Rama. Madje ai akuzon kreun e qeverisë se zhvillon takime të fshehta dhe gjysmë të fshehta me drejtues të SPAK-ut. Berisha ka paralajmëruar se nëse vjen në pushtet, edhe pse ai e di që nuk do të ndodhë pas 11 majit dhe as një 11 maj tjetër të mundshëm, se do ta shkrijë SPAK-un dhe do ta reformojë drejtësinë përmes konsulencës me Komisionin e Venecias. Edhe pse, megjithatë në publik nuk ka të njëjtën retorik me Berishën, edhe Edi Rama e kërkon diçka të tillë. Kryeministri po bën gjithçka që nëpërmjet superkomisionit Xhafaj pikërisht i vendos shkëpinj nën rrota SPAK-ut.